Biznesmeni i mirënjohur kosovar Behgjet Pacolli ka lënë të kuptohet se ka fituar përballjen ligjore për aeroportin e Vlorës ndaj shortakut të tij, Valon Ademi, i cili e kishte paditur në gjykatën e Tiranës. Në një postim në rrjetet sociale, Pacolli deklaron se nga dita e sotme Vlora International Airport i është rikthyer normalitetit institucional dhe rendit ligjor, pas pezullimit të mëparshëm të aksioneve nga Prokuroria e Tiranës. Sipas Pacollit, operimi i aeroportit do të vijojë normalisht duke nënkuptuar se drejtësia është shprehur në favorin e tij në konfliktin me ish ortakun. Konflikti mes Pacollit dhe Ademit ka qenë prej muajsh në qendër të debatit publik dhe mediatik. Pacolli zotëronte 98% të aksioneve ndërsa Ademi 2%, por ky i fundit pretendonte se kishte marrëveshje dhe investime që e çonin në kuotën e 49%-ve. Po kthehet normaliteti me aeroportin e Vlorës, akti më i lartë i përgjegjësisë qytetare dhe patriotike, është kontributi ndaj familjes, shoqërisë dhe shtetit përmes punës së ndershme, profesionale dhe respektimit të parimeve të drejtësisë. Drejtësia ndonse shpesh përballet me sfida dhe procese të vështira, mbetet universale dhe e pashmangshme në zbatimin e saj. Është një ndjenjë krenarie për një qytetar kur drejtësia në vendin e tij funksionon në mënyrë të pavarur, të pandikuar dhe të qëndrueshme. Nga sot në Vlora International Airport të rikthehet normaliteti institucional, rendi ligjor dhe besimi duke i falendëruar drejtësisë, shkruan Pacolli. Kujtojmë se në media u përfol se Pacollit po i bënte presion zëvendës kryeministrja Belinda Balluku për t'ia marrë aksionet përmes ortakut Valon Ademi, gjë të cilën e la të kuptohet edhe vetë Pacolli në disa dalje mediatike, ku foli për një trajtim nënçmues nga ana e zëvendës kryeministres shqiptare në takimet me biznesmenët turq. Sa kaq ditari mëson se një vendim i gjykatës së apelit në Tiranë duket se ka rikthyer të paktën përkohësisht normalitetin në kantierin e ndërtimit të aeroportit ndërkombëtar të Vlorës. Treshja e gjyqtarëve Arta Duka, Sokol Pina dhe Valbona Vata e kanë prishur vendimin e 17 tetorit të gjykatës së shkallës së parë të Tiranës, e cila kishte pezulluar marrjen e çdo vendimi te Vlora International Airport për shkak të pezullimit të votës për kompaninë e Behgjet Pacollit, Mapco Construction SA, aksioneri më i madh i këtij aeroporti. Megjithatë, apeli i Tiranës ka vendosur një lloj tjetër sigurimi pa dije, duke pezulluar deri në përfundim të gjykimit të drejtën e votës së Mapco Constructions, vetëm për vendimet që lidhen me tjetërsimin e 47% të aksioneve të aeroportit, që pretendohen nga ortaku tjetër Valon Ademi i kompanisë Dua Group. Ademi kishte fillimisht 2% të aksioneve në aeroportin e Vlorës, pas të rreqjes së kompanisë turke YDA, ata ja shitën Pacollit aksionet e tyre për 4.200 euro. Ademi pretendon se mes tij dhe Pacollit ka pasur një kontratë që atij t'i kalonin 47% e aksioneve. Kjo nisi një konflikt gjyqësor mes dy ortakëve. Nga ana tjetër, përveç përplasjes civile, Prokuroria e Tiranës ka nisur hetimet për biznesmenin Behgjet Pacolli, me të vëllain Emin Pacolli si dhe Nelson Çelën, administratori i kompanisë MØM në Zvicër Mapco Construction SA. Të tre ata janë në hetim për mashtrim me pasoja të rënda, mashtrim kompjuterik, si dhe falsifikim të dokumenteve dhe akteve.